U nisën nga Gjermania duke numëruar orët që i ndanin nga përqafimi me familjarët dhe pushimet në vendlindje, por rruga drejt shtëpisë u shndrua në tragjedi. Vetëm pak kilometra para se të hynin në Kosovë, udhëtimi i tyre mori fund përgjithmonë. Autostrada e pa përfunduar nga Blaca në drejtim të Shkupit doli të jetë fatale për familjen 3 anëtarshe e cila po shkonte në drejtim të Kosovës. Këtu prapa meje janë mbetjet e fundit të veturës së tipit Mercedes, nga e cila jetën e humbën 3 anëtarët e familjes nga Kosova. Siç mësohet, 3 viktimat janë Ejup Tërnava, Xhenet Tërnava dhe Fatmire Shabani. Rastin e ka konfirmuar edhe Ministria e Punëve të Brendshme. Autoritetet thonë se policia për rastin në fjalë është njoftuar mbrëmë rreth orës 22:35 minuta. Policia njofton gjithashtu se para se të ndodhte aksidenti në stacionin policor në Bitpazar ka pasur denoncim për zhdukjen e 3 shtetasve kosovar tashmë të ndjerë. Vetura e aksidentuar ka qenë me targa gjermane. 2 persona kanë udhëtuar në aeroportin e Shkupit për të marrë një familjar të tyre drejt Kosovës.